Gjermania po përjeton ditën e saj më të nxehtë të vitit deri më sot, me temperatura që arrin deri në 38 gradë Celsius në perëndim dhe jug perëndim të vendit. Nesër pritet të jetë edhe më nxehtë. Sipas Shërbimit Federal Meteorologjik, veçanërisht në rajonin e Rinit, temperaturat pritet të arrijnë 36-38 gradë Celsius sot. Në pjesën tjetër të vendit, temperaturat maksimale pritet të kufizohen në midis 30 dhe 35 gradë dhe vetëm në Bregdet dhe në Male priten temperatura në 30 gradë. Meteorologët paralajmërojnë gjithashtu për nivele të larta të lagështisë gjatë natës, ndërsa rajonet lindore dhe juglindore të vendit janë shpallur në nivelin më të lartë të rrezikut për zjarre në pyje, pasi priten erëra me forcë stuhie dhe madje edhe uragane në nivel lokal. Vala të nxehtit pritet të arrijë kulmin nesër, megjithatë, me shërbimin meteorologjik që parashikon temperatura maksimale midis 34 dhe 38 gradë Celsius. Meteorologët e pavarur as nuk e përjashtojnë mundësinë e thyrjes së rekordit të të gjitha kohërave për Gjermaninë, 41.2 gradë të regjistruar në korrik të vitit 2019 në Nord të Rine, Vestfalia. Autoritetet lokale po marrin masa të posaçme për valën e nxehtit, duke hapur dhoma me ajër të kondicionuar për qytetarët dhe duke u bërë thirrje grupeve të cënueshme të qëndrojnë brenda dhe në zona të freskëta. Ekspertët paralajmërojnë të shmangin ushtrimet fizike jashtë, ndërsa shumica e shkollave po kufizojnë orët e mësimit në mënyrë që fëmijët të kthehen në shtëpi para orëve të nxehta të ditës.